بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندروم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. Selamit ja dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë me dersin e 58 me radhë nga tefsiri i Kur'anit famlart, gjithsesi surës Al-Baqara, ku në javën e kaluar sqaruam rreth duas së Ibrahimit alayhi salam, se si Allahu xhalla wa ala e lavdroi Ibrahimin alayhi salam dhe Ismailin, të cilët duke ndërtuar Qabën e nderuar filluan të bëjnë dua për familjet e tyre, për pasardhësit e tyre, dhe pastaj që Allahu xhalla wa ala të dërgojë nga mesi i tyre pejgamberë të cilët ja vlezojnë librin dhe ajetet e Kur'anit, ja vlezojnë sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ja mësojnë atë dhe i pastrojnë nga shirku. Dhe Allahu xhalla wa ala pastaj e vazhdon tregimin e Ibrahimit alayhi salam se si Ibrahimi alayhi salam është në fenë e duhur, është në rrugën e duhur, dhe kjo është rruga të cilën duhet ta ndjekin edhe iftarët e librit, të cilët ka qenë në Medinë dhe deri në ditën e Kiametit. Pastaj Allahu xhalla wa ala thot në ajetin në vazhdim 130, 31 dhe 32: "O me yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah." Thot kush largohet nga feja e Ibrahimit, vetëm se ai i cili dëshiron ta poshtroj veten e tij. Pra, ja u bëni me dije se cila është feja e Ibrahimit a.s. Cila është rruga të cilën ata duhet ta ndjekin, të cilët pretendonin se ne jemi bitë e Ibrahimit dhe jemi në rrugën e Ibrahimit. E Allahu xhalla wa ala tregoi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili është në rrugën e Ibrahimit dhe ata të cilët e kanë ndjek Ibrahim në kohën e tij. Dhe pastaj po thotë: "Wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah." Kush largohet nga feja e Ibrahimit vetëm sa ai i cili është safih, ai i cili dëshiron ta poshtroj veten e tij. Dashur vëllezër, Allahu azza wa jall në këtë ajet po shkon me pyetje çortuese: "O me yarghab an millati Ibrahim." Pyetje çortuese. I çorton i thart e librit dhe gjithë ata të cilët nuk i ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thon, a ka ma çortim, a ka ma dalalet, a ka ma humbje, se sa ma u largu nga feja e Ibrahimit nga rruga e tij. Po pi çorton Allahu xhalla wa ala të gjithë ata të cilët pretendojnë që janë në rrugën e drejtë, por që janë larg rrugës së drejtë, larg udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Po thot Zoti, milleti Ibrahim, milla është fejë. Feja të cilën Allahu xhalla wa ala ja ka dërguar të gjithë pejgamberëve dhe është fjala la ilaha illallah, është Islam. Po thot nuk largohet nga feja e Ibrahimit illa man safiha nafsah. Safih në gjuhën arabe i thojnë mendjeletit. Safih i thojnë një njeriu i cili nuk din me vendos gjën e duhur në vendin e duhur. Ky është jahil. Me gjuhën e fesë është jahil, ignorant, i cili nuk din me vendos gjën e duhur në vendin e duhur. Është mendje lehtë, safih. Safihu është pak ma nëm se sa budalla. Pak ma nëm se i çmenduri. Për këtë arsye në fikun islam safihut nuk i lihet pasuria në dorë. Ai që është safih, mendje lehtë, edhe nëse e ka arrit moshën e pubertetit, edhe nëse ka arrit, domethënë, më bën në moshën madhore, dikush do të më qanën përgjegjës për të, në mënyrë që t'ja rregulloj jetën atij sepse është safih. E ka një drasë kësaj, që të populli jonë. E Allahu xhalla wa ala, ata të cilët nuk e pasojnë rrugën e Ibrahimit, i thotë jeni sufaha, jeni jahila, ignorant. Nuk jeni duke ndjek rrugën, e keni kanë një drasë kësaj. Kjo është rruga e Ibrahimit, ndeshne, jo s'e ndjekun. Pra Allah xhalla wa ala po thotë, po i çorton në formë më të dhrazë të mundur në pyetje çortuese në mënyrë që kthehen tek rruga e Ibrahimit alayhis salam.
Të dashur vëllezër, Imam Ibn Jarir at-Taberiu, rahimahullahu ta'ala, për i tefsirologëve të mëdhenj të Kur'anit famullar, thotë: nga ky ajet kuptojmë që ai që largohet nga rruga e Ibrahimit alayhis salam, është larguar nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ana sjelltas. Ai që është larguar nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është larguar nga rruga e Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Për arsye se Allahu xhalla wa ala çka tha? Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Ibrahim alayhis salam nuk ka qenë as jehud dhe as krishter. Walakin kana hanifan muslima, po ka qenë i pastër, musliman, i çeltër. Wama kana min al-mushrikin, edhe as ka qenë mushrik. Të cilët edhe mushrikët në Mekë pretendonin që janë pasardhës të Ibrahimit alayhis salam. Inna awla an-nasi bi Ibrahim للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. Mëse afërmi me Ibrahimin janë ata të cilët e kanë pasur në kohën e tij, وهذا النبي dhe ky pejgamber Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, والذين آمنوا dhe ata që i besuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra shumë thjesht, dëshiron me qenë në rrugën e Ibrahimit, duhet ta ndjekësh rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse Ibrahimi është ai i cili e ndërtoi Qabën, shtëpinë e Shejt. Ibrahimi është ai i cili Allahu ja mësoi haxhin, ja mësoi umrën, ja mësoi se si bëhet ibadet dhe i tha thirrni njerëzit të vinë në haxh dhe bëri dua që Allahu xhalla wa ala të dërgojë nga mesi i tyre pejgamber, edhe Allahu nga mesi i tyre në Mekë ja dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vullën e pejgamberëve. Të dashur vëllezër, thuhet që shkak i zbritjes së këtij ajeti ka qenë Abdullah ibn Salami, radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Salami ka qenë rabbin jehud në Medinë. Ka qenë rabbin jehud, pris i fesë së tyre. Kur është ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ne kemi shpjeguar, ka shku dhe e ka bë disa pyetje. Dhe kur është përgjigj, ka thënë nuk përgjigjen në këtë pyetje vetëm se i dërguari i Allahut. Dhe ka besuar Allahun dhe pejgamberin e tij dhe është bërë prej sahabeve, Abdullah ibn Salami. Pasi që është bërë musliman, i ka thirrë dy vëllezërit e tij në Islam. I ka pas dy vëllezër. Dhe i ka thirrë në fe. Dhe i ka thonë: o vëllezërit e mi, ju e dini fort mirë që ai që nuk e ndjek rrugën e Ibrahimit alayhis salam, ka me qenë i mallkuar. Dhe e dini thot fort mirë në librin tonë në Tevrat të shkruan. Ai që nuk e ndjek librin e fundit, ai që nuk e ndjek pejgamberin e fundit, ai që nuk e ndjek rrugën e Ibrahimit, ka me qenë i mallkuar dhe këtë ju e dini. Thot e jeni pranojë dinën e Zotit, mos u bëni prej të mallkuarve. Njëri prej tyre pranon Islamin ndërsa tjetri jo. E Allahu azza wa jall pastaj e zbrat ajetin: "Wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsuhu." E kush largohet nga feja e Ibrahimit vetëm sa ai i cili dëshiron ta poshtrojë veten e tij në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Pra kjo jetë bazë të zbritjes së tij dhe sebepit është khas, është i veçantë, mirë po kuptimi është i përgjithshëm për të gjithë ata të cilët nuk e pasojnë rrugën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Allahu xhalla wa ala pastaj na tregon dhe thot Allahu: "Wa laqad istafaynahu fi ad-dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin." Ne thot e kem zgjedh Ibrahimin alayhis salam në këtë dynjë. Është i përzgjedhur i Allahut azza wa jalla. Allahu ka dhënë përzgjedhje nga robërit e tij. Wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin. Edhe në ahiret ka me qenë prej të lartëve, prej njerëzve më të lartë. Allahu xhalla wa ala në dynjë e ka përzgjedhur dhe njerëzit e kanë pa. Dhe njerëzit brez pas brezi kanë tregu për të. Dhe ne mësojmë për të. Edhe të gjithë dynjaja e njeh, edhe të gjitha fetë e njohin Ibrahimin alayhis salam. Dhe mrekullitë e tij, dhe rrugën e tij. Por që si pasojnë është diçka tjetër. Ndërsa për në ahiret Allah azza wa jall po bjen përforcues në gjuhën arabe për të treguar që ai në ahiret ka me qenë në vendet më të larta. Wa innahu fil akhirati lamina as-salihin. Lamina është përforcues, me të vërtetë. Me të vërtetën ka me qenë prej më të lartëve. Pse? Për arsye se ghaib është ahireti, është ghaib. Është e fshehtë. E Allahu xhalla wa ala po betohet që ka me qenë në ahiret
në vendin më të lartë, prej vendeve më të larta Ibrahimi a.s. Dhe po e vërteton ahiretin, që keni me dalë para Zotit, keni bëu ballafaqu me të vërtetën, keni bëu ballafaqu me xhenetin dhe xhehenemin, keni me u pyet, nëse ndjekni rrugën e Ibrahimit, do e mos do ndjekni rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe do të jeni të shpëtuar. Nëse ja ktheni rrugën, shpinën rrugës së Ibrahimit, do ja ktheni shpinën rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të cilësoheni sufaha me ndjelet, do të cilësoheni juhal, ignorant, dhe në rrugën të cilën e ndjekin njerëzit, do i çojnë në humbje dhe do i çojnë në humner. Allahu na rujt, Allahu na rujt prej humnerës dhe prej zjarrit të xhehenamit. Allahu xhalla wa ala pastaj vazhdon ajetin dhe thotë: "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub." Pastaj Ibrahim a.s. tha, i porositi bitë e vetë, i porositi fëmijën e vetë, kur erdhi vdekja, Ibrahimit a.s. i afroi të gjithë fëmijët e tij. Thuhet që kanë qenë Ibrahimi a.s. dy djemtë e tij prej Sarës dhe Haxherës, Ismaili dhe Ishaku, dhe pastaj Allah Azza wa Jall i ka dhënë edhe 6 vëllatë të tjerë, në disa transmetime dhe i ka pas 14 fëmijë. Mirë po, loza e pejgamberëve rrjet prej Ismailit dhe Ishakut, prej këtyre dyve. I ka mbledhur të gjithë fëmijët e tij rreth vetës. Wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub. I ka këshilluar, ja u ka lënë testament, wasiet fëmijëve të vet, këtë din, këtë fe. Testament, porosi, ka porosit fëmijët e vet. I ka mbledhur rreth vetit, edhe Jakubin a.s. nipin e tij, dhe çka ju thot? Pastaj u wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah istafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tha, o bitë mi, o fëmijët e mi, tha, Allahu Jalla wa Ala ju ka zgjedhur me qenë musliman në fenë islame. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mos vdesni ndryshe vetëm duke qenë musliman. Sepse Allah Azza wa Jall pak më herët i tha, dhe e këshilloi dhe i tha, dorëzohu, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Tha, o Ibrahim, tha, dorëzoju Zotit, pranoje dinin e Allahut, dorëzoju fesë e Zotit. Tha, aslamtu li rabbil alamin. Tha, ju kom dorëzu Zotit të botëve, i cili i ka kriju të gjitha, i cili i ka kriju njeriu, të gjitha planetet, të gjitha ato që neve i kemë sot, ju kom dërzu, tha Allah, ty të kom dërzu, askuj tjetër. Prej askuj tjetër s'ka kërku ndihmë. Ka qenë njeri muahid, tauhidi i tij ka qenë më i lartë i mundur, sa që duke e humbur në zjarr populli i vet, Gjibraili a.s. që Allah e qunë dhu quwwatil matin, një fuqi maramense që ja ka dhënë Allah, i afroi dhe i thotë, o Ibrahim, apo do ndihmë? Jo prej ti, jo prej Allah. Nën tu hudh me katapull në zjarën, hava, e ka lutë Gjibrili, po do ndihmë me të kap, me të shpëtu, ka thonë, jo prej ti, jo prej Allah. Ka që ka qenë i bindur në Allahun Jalla wa Ala, ka që ka qenë i bindur në tauhid, në njëshmërinë e Zotit. Ju ka dërzu të gjithë Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë fe, këtë din, e ka dertaj. E ka dert Ibrahimi, edhe për fëmijën e vet, edhe për ripat e vet, për arsye se testamenti dashur vëllezër ndohet në disa lloje. Kur njeriu i vjen vdekja ose para vdekjes. Testament që është wajib, obligativ, mundet me qenë obligativ, që është i lejushëm, që është i pëlqyeshëm dhe që është haram. Dhe që është haram i ndaluar. Testamenti obligativ është ku njeriu i ka bërë dikujt. Ku njeriu don me dhënë zakatin e tij. Ka me borx hak Allahu Jalla Jalaluhu në zakatin e tij dhe i ka me hak dikujt nga krijesat dhe lën testament thotë nuk e kam dhënë zakatin, më jepni zakatin, kryne. I kam me borx filanit, alanit, filan, duhet me kry këtë obligim, është wajib, testament wajib. Testament i lejushëm është që njeriu lën testament nga pasuria e tij për një dashamin, një shok të cilin e ka
një kujshi i cili është sill mirë me ta, një mësues i cili e ka mësuar mirë, e lën testament diçka nga pasuria e tij, por jo më shumë se një të tretën, sepse nuk lejohet. E pëlqyeshme është testament me lënë njeriu diçka vakuf, qoftë me ndihmu të studentave, qoftë me ndihmu kërkuesve të dijes, qoftë me ndihmu atyre që mësojnë fenë e Allahut, rrugën e drejtë, dhe lën testament nga pasuria e tij, që më ndërtu një shkollë, më ndërtu një xhami, më ndërtu një rrugë, më ndërtu një urë, me ndihmu studenta, me ndihmu atyre që mësojnë Kur'anin, hafizllarëve e kështu me radhë. Pra është e pëlqyeshme. Dhe testamenti haram është ai testamenti i cili bie ndesh me ligjin e Allahut azza wa jall. E lën testament krejt pasurinë një fëmiu dhe të tjerë out. Kjo nuk lejohet në fenë e Zotit. Sepse testamenti duhet të jetë ashtu siç ardh në Kur'anin e famullar dhe në sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, secili antar i familjes e ka të drejtën dhe e ka shumën e caktuar. Mirë po Ibrahimi alayhis salam testament ka lënë diçka tjetër. Fenë e Allahut azza wa jall. Fenë ju ka lënë mbi vetë. E ka pas dert. Këtë pjesë me mësu sa të mjafton dashur. Mine vetë i ka pas pejgamber. Pejgamber ka qenë Ismaili, Ishaku, nipi i tij Jakubi. Edhe i ka mbledhur ka thonë, jo, vazhdoni rrugën e drejtë. Edhe mos vdisni ndryshe, vetëm se duke qenë musliman. Do më thonë, ka nevojë edhe pejgamberi si pejgamber më këshillu, sepse ka këshillu bitë vetë të cilët kanë qenë pejgamber. Edhe hoxha ka nevojë më këshillu. Edhe kërkuesi i dijes ka nevojë më këshillu. Mos më mjaftue me një ders në YouTube, me një klikim të thjesht, mos më mjaftue me një këshill që ti e lexon. Edhe më pavarësu dhe më thonë tashoni jam në rregull, unë se kam dert mos e imanin e kam plot, s'kam nevojë me shku në ders, s'kam nevojë me ngu hoxhën, s'kam nevojë me lexu Kur'an, s'kam nevojë me bëu atë, më vjet pëlqy dhe më vet kënaq. Për arsye se Ibrahim alayhis salam bitë vetë të cilët kanë qenë bitë pejgamberëve, kanë qenë 3 pejgamber nipi i tij, dhe kanë qenë në rrugën e drejtë, mirë po megjithatë është friksu për ta. Dhe ju ka thonë, në qoftë se dëshironi me vdek si musliman, duni me vazhdu rrugën e veprave të mira. Për arsye se njeriu në përgjithësi vdes në ato që ai jeton. Në përgjithësi, njeriu vdes me ato që jeton. Në qoftë se jeton me vepra të mira, Allahu xhalla wa ala do t'i jap përfundimin e mirë. Në qoftë se vepron me vepra të liga, përfundimi i tij do të jetë i ligë. Allah na ruaj. Dikush thotë po mirë, a bën kundërshtim kjo hadith, këto që po i thua ti me hadithin e Rasulullah, që na transmeton Abdullah ibn Mas'udi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, njeriu vazhdon të veprojë vepra të mira derisa të afrohet xhenet disa një dhira'a, sa një kut, pastaj vepron vepra të xhenemlive dhe futet në xhenem. Dhe e kundërta. Jo nuk bien ndesh. Për arsye se hadithi është i qartë. Ai vepron vepra të xhenetlive në sy të njerëzve, po s'ka qenë i sinqert. S'ka qenë i sinqert. Dhe vazhdon me ato që ka jetuar në zemër. Dhe përfundimi i tij është me ato që ka jetuar në zemër. Vepron vepra të liga, të xhenemlive dhe futet në xhenem. Dhe ai i cili dogun të sy të njerëzve që u veproi lig, po në zemër është i pastër, i kryen obligimet e Zotit. Allahu xhalla wa ala në fund ja mundson që edhe të tjerët me paqe është duke vepruar mirë dhe përfundimi i tij është i mirë. Pra nuk bien ndesh këto që i themi dhe që kanë thonë ulema islamit me këtë hadith. Për arsye se kur njeriu është i sinqert në veprat e tij, është i sinqert në zemrën e tij, në veprimet e tij, në pendimin e tij, në istighfarën e tij, dhe vazhdon rrugtimin e tij drejt Zotit, në këtë formë Allahu xhalla wa ala ja mundson përfundimin e mirë. Për këtë edhe Ibrahim alayhis salam i thotë fëmijëve të vet. O bitë mi, wassa Ibrahim benihi wa Yaqub, o bitë mi. Do të shkon çfarë shprehje ka ardhur për fëmijët e tij. Bëni vepra të mira sa të mundi, edhe mos vdesni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Sa ne kem dert fëmijët tonë? Shtro pyetja. Sa ne i kem dert fëmijët tonë? Wallahi kjo është shumë e rëndësishme dashur mes. Në kohën që ne jemi duke jetu, në kohën që ne jemi duke jetu, 24 orë duhet më marr me fëmijët tanë. Edhe nuk është ballë. Non stop duhet me i këshillu. Në mënyrë që
t'ja vëtbosh me dije cila është rruga e drejtë dhe cila rruga e gabuar. Sepse të tjerët na i glabrojnë fëmijët tanë nëpërmjet telefonave, nëpërmjet ekranave televizive, nëpërmjet programeve të fllihshura, nëpërmjet ideve të çoroditura edhe në kurrikula mësimore. Edhe ato po dalin tash në shesh, çdo ditë. Prandaj ne ku jemi ne në raport me Ibrahimin alayhis salam dhe me fëmijët e tij. Ku jemi në raport me fëmijët tanë. Sa ne i këshillojmë në çdo mëngjes kur zgjohen, a ke fal namaz? Sa ne i urdhërojmë për namaz, prej mosës 7 vjeçare, a ke fal namazin? Kur vjen për shkollës, a ke fal namazin? 100 herë në kokë duhet mi thonë, a ke fal namaz? Ajo është fëmijë, është i vogël. Mi po kur e sheh insistimin e prindit në namaz, ai duke u rrit me këtë çështje, e kupton që namazi është çështja kryesore në Islam. E kupton që prindi i tij është t'ia dashur mirën, është t'ia dashur rrugën e xhenetit. Sikur Ibrahim alayhis salam bivet vet, që ja dashur rrugën e xhenetit. Sa ne i marrmi në xhami, sa ne i mësojmë në xhami, sa ne i dërgojmë te hoxhallarët me mësu. Ani pse halitën në xhami, ani pse kthejnë, ani pse bëjnë poterë, s'është problem. S'është problem Allah. Ai xhahili atje i bën poterë në klasë, krytja çon fëmijë, bën sabër më mësu dalaletin. Bën sabër më mësu dalaletin. Edhe më kallëzu që prej majmunit e kena, reale. Ai bën sabër. Ne nuk mujna me bën sabër më mësu tauhidit fëmijëve tonë, më mësu njëshmërinë e Allahut, më mësu pse është krijuar në këtë dynjë. Wallahi kjo është përgjegjësi se cilën për neve të dashur. Ne duhet me dhon mundin maksimal, udhëzimi është në dorën e Allahut. Por ne kur dalim nesër para Zotit, me qenë si Ibrahimi, s'mund fëmijët e vet më thon Ibrahimit o bab s'na ke këshillu vallahi. Edhe në moment vdekjes i ka këshillu. Ka thonë, jo, mos gaboni me rudinin e Zotit. Asnjë moment nuk guxoni mu largu nga feja Allah, sepse nuk e dini kur ju vjen xheli. Nuk e dini juve kur ju vjen xheli. Në moment më u largu nga dini i Zotit, vjen xheli edhe prodhimi është i keq. Në asnjë momentet vetë se musliman do të më vdek. Vetë se besimtar në Allah në Zotë. Vetë se vepër mirë. Thonë, kjo është madhështore si ajeti Kur'anit që neve më na dhon mësim. Sidomos kohën tonë, që neve me të vërtetë jemi, domethënë në një gjendje kaotike, në një gjendje e cila nuk ka qenë asnjëherë në histori më e shfrenuar, më e prishur, më e degeneruar se sa në kohën tonë. Asnjëherë në histori islame s'ka qenë, as në historinë botërore. Nuk ka qenë më e degeneruar se sa në ditët e sotme. Andaj lypset hala më shumë maksimum mund prej neve në mënyrë që t'i kontrollojmë fëmijën tonë, t'i mësojmë fëmijën tonë, t'ia mësojmë tauhidin, të lexojmë libra së bashku, të lexojmë hadithe së bashku, në mënyrë që ata pastaj ta gjejnë veten e tyre aty ku Allah Azza wa Jalla është i kënaqur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dashur vëllezër, ky ajet lexohet në dy forma. Ajeti wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqubu me raf' wa Yaquba. Yaqub nëse lexohet wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Në formën emrore, në gjuhën shqipe i vjen Ibrahimi alayhis salam i porositi bitë vet dhe Jakubi. Me i Jakubi është formën emrore. Dhe Jakubi i porositi bitë vet. Qysh i ka porositi Ibrahimi bitë vet? Edhe ne do e shohim derisa në radhës, çka i ka porositi Jakubi bitë vet. Pra në qoftë se lexohet wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqubu me raf', me dhamma, është në formën emrore që do të thotë se Ibrahimi i ka porosit bitë vet që me bë vepra të mira, mos mu largu nga dini i Allahut, nga feja islame në asnjë moment dhe me vdek musliman, njëkohësisht edhe Jakubit bitë vet i ka porosit çysh i ka porosit Ibrahimi alayhis salam që të vdesin musliman. Në qoftë se lexohet wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaquba në formën kallëzore me fatha wa Yaquba, do të thotë Ibrahimi alayhis salam i porositi fëmijët e vet që mos të vdesin ndryshe, vetëm se duke qenë musliman dhe Jakubin e porositi nifin e vet. Në Jakubi ka qenë i moshritur, në qoftë se lexohet në këtë rivajet, Ishaku ka qenë fëmia i Ibrahimit, e Jakubi ka qenë djali i Ishakut, nipi i Ibrahimit alayhis salam, i cili thuhet që e ka mbri moshën e madhore
që kur I ka këshillu Ibrahimi a.s. fëmijët e vet, në mesin e tyre ka qenë edhe Jakubi, edhe Jakubin e ka këshillu, edhe nipin e vet. E ka pas dert edhe për nipin Ibrahimi a.s. E ka pas dert ashtu si tham desën e aluar, për lozën e tij Allah ka pi shkon loza. Deri në këtë drejtë ka pi shkon loza, po shkon ka rruga e drejtë, ka rruga e gabuar, edhe për nipin. Po shkon në madhështinë e Kur'anit, famlar të dashur vëllezër. Sa I madhëshëm është fjala e Allahut, saqë me një qirajet të jep një kuptim tjetër, me një qirajet ta shton hala më shumë kuptimin dhe t'i shton hala më shumë dobit. Sepse ne duhet me qenë gjithashtu këshilltar edhe të niprave tonë, edhe të mbesave tonë, kush I ka arrit, dhe është bëhet gjysh dhe bëhet gjyshe. Mi këshillu edhe ata. E jo mi thonë babës, rrit ti babë, se kjo jam jo, ti s'ki drejt më përzi. Jo më ka drejt më përzi, Ibrahimi ka pas dert. Edhe kush të vjen për ty në o Allah I ka thonë, dërgon në mesin e tyre nga familja ime, njerëz që I thirrin fjentane. Thonë Allah Zogjel, ju ka përgjigj lutjes së Ibrahimit, dhe mas shumë shekujve e ka dërguar nga loza e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këta sy I thamë edhe në dersën e kaluar, për I sadakas rrjedh se është robi me bë dua për pasardhësit e tij, në mënyrë që Allah Zogjel t'i udhëzoj dhe të jetë nga loza e tij njerëz që thrasin në rrugën e Allahut gjithmonë, në mënyrë që t'i shkojnë sevapet atij edhe pas vdekjes së tij. Pra këto 3 ajete dashur vëllezër, të cilat neve sapo I lexuam dhe munduam t'i shpjegojmë ka tefsiri Ibn Kathirit rahimahullahu taala, me të vërtetë neve na dhon mësime të mëdha të dashur vëllezër. Se si neve me pas dert dinin ton për vete. Se si neve me pas dinin e Allahut obligim dhe dert se çka veproj dhe çka marroj, dhe se si gjindem para sprovave, dhe se si ta lypim me përfundimin e mirë si Ibrahimi a.s. dhe pastaj t'i këshillojmë me vllapët tonë me dinë dhe me iman dhe me vepra të mira dhe mu largu nga veprat e këqija, gjithashtu t'i këshillojmë edhe nipërit dhe stërnipit tonë dhe t'ia vlom amanet që t'i këshillojnë në mënyrë që ta ndjekin rrugën e drejtë, rrugën e Ibrahimit a.s. dhe rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai që largohet nga rruga e Ibrahimit është larguar nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai që largohet nga rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka destinacion tjetër vetë se xhenemi. Nuk ka destinacion tjetër vetëm se zjarri I xhenemit. Allah na rujt prej tij, I rujt fëmijët tanë, I rujt vllapët tonë, I rujt nipat tanë dhe familjet tona nga degenerimi, nga largimi nga rruga e drejtë, duke lutur Allahun xhalla wa ala që të na bashkojë në rrugën e drejtë, fëmijët tanë dhe neve dhe gjithë së bashku, ashtu siç na ka bashkuar Allah azza wa jalla në këtë xhami, na bashkojë në xhenetin e tij. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.